Derisa shkencat avancojnë në kapjen shumë vite përpara se sëmundja të shfaqet, ne kemi nevojë për këshilla aktuale, se si ta mbajmë trurin ton, duke qenë se thatë është muskul, atëherë besoj që ne nuk do ta çojmë në palestër për ta stërvitur, por duhet kemi disa pika se si ta stërvisim për ta mbajtur edhe kujtesën sa më gjatë, jemi edhe më të freskët, sepse duke patur një kujtesë të mirë, besoj që ndihemi edhe më rinor. Patjetër. Tani, përpara se të arrim të stërvitja e trurit, duhet të bëjmë atë që këshillohet për të gjitha sëmundjet. Të bëjmë jetë shëndetshme dhe të bëjmë aktivitet fizik. Aktiviteti fizik, sporti, është shumë i rëndësishëm në sëmundjet degenerative, sepse gjatë aktivitetit fizik çlirohen neuromediator, që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në funksionimin neuronal, veçanërisht në to territori që janë përgjegjëse për kujtesën. Ndërkohë, ushqyerja e mirë në kuptimin e një diete me antioksidante, një diete mesdhetare, pa shumë yndyrë dhe pa shumë krip. Thatë që ju them pacientëve në teste që do të them 5 objekte dhe pastaj do të kërkoj. Unë dua 5 ushqime që janë të mira për trurin, që ti fiksoj dhe pastaj do t'i them në fund nëse i kam fiksuar apo jo. Ushqimet e kuqe, me ngjyrë të kuqe. Duke filluar që nga frutat e pyllit apo panxari kuq. Domethënë, nga studimet thuhet që ushqimet e kuqe kanë një numër shumë të lartë antioksidantesh. Ndërkohë që janë shumë të mira, për shembull pjesa e vajit të ullirit dhe e peshkut, sepse përmbajnë omega-3-shin, që është shumë i rëndësishëm për mbajtjen e një funksionimi të një truri të shëndetshëm. Frutat e thata janë shumë të mira për mbajtjen e një truri të shëndetshëm, pikërisht për mbajtjen e antioksidantëve dhe të omega-3-shit. Pastaj ushqimet që përmbajnë vitamin E janë shumë të mira, ushqimet që përmbajnë dhe vitaminën C dhe D janë shumë të mira. Siç e thash, në protokoll kur bëhet screening vitamin B12, vitamin D, vitamin E, në mënyrë që ne të kuptojmë nëse kemi deficite të këtyre vitaminave për të zëvendësuar dhe për të eliminuar çrregullimin e kujtesës. Pra, dieta jonë, që unë e kam thënë dhe herë të tjera, dieta jonë mesdhetare është një dietë shumë e mirë për çrregullimet e kujtesës. Duke filluar që nga zarzavatet, pjesa dërmuese me ngjyrë të kuqe, duke filluar që nga vaji i ullirit dhe mjalti, qoftë edhe nga frutat e thata. Peshku patjetër që është një element shumë i rëndësishëm me përbërësit e vet omega-3 që ndikon në çrregullimet e kujtesës. Pra nuk janë një ushqim, janë shumë ushqime. Janë shumë që na ndihmojnë. Nëse është me ngjyrë të kuqe, atëherë na bën shumë mirë. Nëse është frut i thatë, pse jo? Mjafton të fiksojmë këtë, ngjyra e kuqe e mirë për trurin. Po, veçanërisht në frutat e pyllit është jashtëzakonisht i mirë.